Sigur. Atëre, miq nderuar, unë pa dashur të bëj njeriu në keq, atë gërvishtësin, por janë ankesat e njerëzve. Ti je një njeri keq edhe je një njeri gërvishtës. Bravo, faleminderit. Shumë të faleminderit. Për të kruar makinat ku i bravo, për të dhënë pas që thuhet, për të dhënë pas. Kemi treguar këtu në emisionin tonë, e qenë emisionin që thu që karta telefonike të gjitha kompanive shiteshin kollaj pa regjistruar dhe ishin aktive, mund të flisje me to. Si karamele. Si karamele, ndërkohë që në Shqipëri filluan të përdoreshin për qëllime jo të mira për të lidhur njerëzit mes njëri tjetrit, po për t'i ndarë ato njëre mirë nga njëri tjetri. Fjala për qëllime jo të mira është 0.3% asaj për cilin realisht përdoreshin ato karta. Pa nuk dua ta agravoj bisedën. Ku kemi treguar në emisionin ton, po ashtu një historinë e një pallati në qytetin e Sarandës që mbi tokë kishin një antenë e cila ishte totalisht pale, konfirmuar kjo dhe nga Bashkia e Sarandës, por që ishte vënë mbi pallatin e tyre. Stop. Kalojmë në Tiranë, në komunën e Kasharit. Kush në Kashar? U ndërtua në komunën e Kashar. Qofse më Kashar, e kam Shar edhe unë. Në Kasharin tonë të dashur të afër. Të cilët vuajnë, kanë probleme. U është nxirr buza sepse mbi terracën e pallatit të tyre që është i përbashkët administrimi i pallatit, ky sipas ligjit të fundit në hyrje në fuqi, është bërë një antenë e kompanisë telefonike Vodafone. Banorët kanë bërë peticione, kërkesa, histori pafund, por odiseja e tyre nuk ka mbaruar ende. U ankuan tek redaksia e emisionit ton. Ndjekim hapin e parë të Odisejës. Pra, nga Itaka në det Ordoshege. Banorët e dinë që Odiseja është 10 vjet? Që 10 vjet. Do të që zgjat 10 vjet Odiseja. Jo, dashur. Odiseja e tyre do të shkojnë në Itak që nga momentin që unë mbaroj së foluri sonde në këtë emision. Do të kthehet Odiseja. Ndiq hapin e parë. Pas transmetimit në emisionin që thu për antenat telefonet që kanosin shëndetin e njeriut, një grup banorësh nga kompleksi Qabe këtu në Kashar janë drejtuar emisionit ton për të shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me disa antenat vendosura mbi kokat e tyre në pallatin ku ata banojnë. Ne sot do të dëgjojmë shqetësimin e tyre dhe më pas do të shkojmë në komunën Kashar për të marrë informacione të mëtejshëm nëse këto antena janë të vendosura me leje apo jo. Fillimisht vlerësojmë nismën e televizionit Agon Channel dhe emisionit që thu për të qëndruar afër qytetarëve dhe halleve me vërtet serioze që ata kanë në shpinën e tyre për ditë. Kjo puna e antenave celulare, të cilat çuditërisht mbijnë çdo ditë mbi kokat tona, nuk dihet se si vjen, se si miratohen, se si vendosen, me firmën e kujt. Janë shumë njerëz të papërgjegjshëm, të cilët në kurisë të shëndetit të punojnë të banorëve, të këtyre njerëzve, të këtyre shqiptarëve, firmosin vdekjen e tyre. Në terracën e pallatit tonë janë vendosur 2 antena celulare të kompanive Vodafone dhe AMC. Të dyja këto antena janë vendosur pa dëshirën e komunitetit e banorëve të pallatit dhe pa dijenin e tyre fillimisht. Vendoseshin në orë të tilla që njerëzit mungonin dhe ato viheshin fshehurazi. Njerëzit janë totalisht kundër vendosjes këtyre antenave, sepse e dim rrezikun që ato mbartin dhe po e ndim për ditë rrezikun e tyre. Ne për këtë problem jemi drejtuar shumë organeve kompetente, jemi munduar të ndikim në rrugë ligjore. Ankesat dhe pretendimet tona kanë rënë në vesh të shurdhër, të tërë na përgjigjen që e kemi të ligjshme, ndërkohë që ne kemi një ligj këtu dhe ja u kemi cituar të gjitha këtyre institucioneve kompetente, që këto antena janë vendosur mbi kokat tona ose në pronat tona legjitime, se tashmë ne ato I kemi me hipotek, janë vendosur pa miratimin e banorëve të pallatit. Dhe zoti Vodafone dhe AMC vinë dhe mbi kokat tona, mbi pronat tona, vendosin këto antena dhe na sillen në mënyrë shumë arrogante, ndërkohë që duhet ulin kokat dhe të dëgjojnë pretendimet tona. Banorët e pallatit janë shumë të irrituar. Sot shikoni shumë pak banor, nënshkrimet e banorëve janë të tëra këtu. I keni këtu sepse është dhe ora që janë në përpunëra. Kështu që do t'u lutem shumë, janë shumë të irrituar. Përveç kësaj, ne flem me dhimbje kokë dhe zgjohemi poshtu. Jemi shumë të shqetësuar, kemi blerë pallatit, sa kërkoj zotëria, aq I kemi dhënë aq I forxha quhet pronari, dhe nuk ka të drejtë
të më ngri nuk janë antena, janë hidrocentrale. Hipni lartë shikojni. Nuk vëm do të kokën jashtëm. Kam shumë vajza të reja këtu, nuk se shikon me fëmijë, kanë dhimbje gjoksi, kanë dhimbje koke. Pa aspirina, fëmijë, shikoj. Po hidrocentrali mbi kokë. Duhet të marrim mas të heqë këto se s'vend të lajmërojë nukun, sepse shteti nuk po mendon fare për jetën e popullit, i intereson leku. Po nuk e di janë gjë të tillë që atje lart kishin antena. Un kam dhimbje të tmerrshme. Un kam dhimbje të papara që un gjithë natën qaj, gjithë natën, gjithë ditën edhe kur bredh, duhet të iki nga kjo vend, sepse sikur lirohem. Kam dhimbje koke. Në mëngjes me zi marr frym. Në mëngjes, edhe fëmijët kam çupën 9 vjeçe. Edhe ajo mami më dhëm koka, gjithë një angohet. Jam ballë për ballë, nuk jam te ky pallati, jam ballë për ballë, po balkoni im e shikon antenën dhe nuk e di. Nuk dim se ç'a të bëjmë. Pra ishte Gazmel Saidi, gazetari i cili ka qenë pranë banorëve në shqetësimin e tyre që kishte. Për ta korrigjuar, aty nuk kishte një antenë, aty ishin 2 antena për balira. Më fal, ke shumë të drejtë i dashur. Dhe që ti vëm pikat për bishë, unë i bëj thirrje edhe 2 kompanive tjera të cilës s'kishin antenë, le ti vendosin dhe ta bëjnë kryqkët. Le ta bëjnë aty kryqëzim antenash. Edhe banorët ta marrin tasa me kokoshka, me misa dhe pos ju bë kokoshka, pa dy antenat. Jo, më le. Të lutem, pra, siç e pa dhe nga pamjet, në ato që ka transmetoi Gazi, ky është peticioni që kanë bërë gjithë banorët e pallatit, por në ato moment nuk flisin dot sepse ishin ndër për punëra. Ky është peticioni që kanë drejtuar të gjithë drejtuar Komisariati i Policisë Kombinatit dhe ligjin për administrimin e bashkëpunësisë në ndërtesat e banimit, një ligj që ka dalë tashmë së fundmi dhe ka hyrë në fuqi. Pra, tek pallati ku banojmë unë, Genti dhe vajzat, jemi bashkëpunëtar të gjithë ambientet e përbashkëta, siç është rast Taraca. Nuk mund të vete Taraca se do sa miri dhe nuk duan 10 pas 15 familje të tjera. Tu ka i problem. Çka më thuaj? Që Taracën e merr gjithmonë më i forti. Ashtu, ha? Edhe fillon. Pishin. Fushë tenisi. Bravo. Stacion antenash. Gomisteri. Garazh. Mos e egzagero. Garazh, do të vim makinë me garazh. Do të tregoj një pallat që e ka bërë sipër atje, jo garazh. Po me ura që e ngre makinën kështu. Pitstopi i Ferrarit. Mi i nderuar, sepse ka një VKM numër 994, datën 2/7/2008, e cila flet qartë e pastër për tërheqjen e mendimit thot të publikut në vendimarrje për mjedisin. Është një VKM mjedisin publikut, çka nuk ka ndodhur me këta banor. Gazi nuk e la me kaq, sigurisht që nuk e la me kaq. Patëm një hap të dytë për të pyetur ata që duhet përgjigjen për këtë. Në këtë rast është komuna dhe mbrojtja e konsumatorit, sepse kompania Vodafone ofron një shërbim, do thoni ju ç'lidhje ka konsumatori. Ofron një shërbim, që është shërbimi telefonik. Por këtë shërbim që ne marrim nga kjo kompani ose ata që marrin këtë shërbim nuk mundet të keq përdoret termi ofron një shërbim për dëmtuar shëndetin, dhimbje koke, dhimbje gjoksi e dhimbje mesi. Jeni shumë interesant. Po, më thuaj. Do të flasësh telefon ti? Po. E po çfarë keq e ka të ta vënë antenën brenda në shtëpi? Bravo. A do të flasësh ti? Ndërkohë që më fal, se thoni banorët aty, si mund t'i kalosh fshehura si gjithë ato materiale? Ato sikur kishin ndërtuar të gjithë antena. Natë punë bukur. I uroj çunat për shpejtësinë e montimit të antenave, përderisa e bëjnë brenda një nate. Në fakt do ta them në fund, po ma kujtoj kolegut e them tani që do të tregoj me aparatura, me vlera se sa është norma e lejuar në Europë dhe sa këto antena në gjithë Tiranën, në gjithë Shqipërinë transmetojnë nga taracat e pallateve tona. Ndiqeni hapin e dytë.